Ishte një kohë e errët për Shqipërinë. Tokat shqiptare ishin nën pushtim dhe shumë njerëz kishin humbur shpresën. Por në mes të asaj errësire lindi një emër që do të ndryshonte historinë përgjithmonë. Emri i tij ishte Gjergj Kastrioti, por bota do ta njihte si Skënderbeu. I marrë peng që i vogël nga perandoria osmane, ai u rrit larg vendit të tij. U bë një luftëtar i fortë, një komandant i zgjuar, por brenda tij zemra nuk kishte ndryshuar kurrë. Ajo rrite vetëm për Shqipërinë. Dhe një ditë ai vendosi të kthehej. Në vitin 1443, gjatë një betejë të madhe, ai la ushtrinë osmane dhe u kthye në tokën e tij. Me një plan të zgjuar dhe guxim të rrallë, ai mori kalan e Krujës. Flamuri shqiptar u ngrit përsëri. Ishte fillimi i një rezistence që do të trondiste një nga perandoritë më të fuqishme në botë. Për 25 vite me radhë, Skënderbeu nuk u dorëzua. Ai luftoi me një ushtri të vogël kundër një armiku shumë më të madh, dhe përsëri ai fitonte. Jo sepse ishte më i fortë, por sepse kishte diçka që armiku nuk e kishte: besimin, dashurinë për tokën e tij, dhe një shpirt që nuk thyhej. Ai bashkoi princat shqiptar, krijoi një forcë të vetme dhe i tregoi botës se shqiptarët nuk ishin një popull që nënshtrohej lehtë. Çdo betejë ishte një mesazh. Liria nuk dhurohet, ajo fitohet. Edhe kur gjithçka dukej e humbur, Skënderbeu nuk u dorëzua kurrë. Dhe kjo është arsyeja pse emri i tij jeton ende sot. Sepse ai nuk luftoi vetëm për kohën e tij. Ai luftoi për ne. Sot Shqipëria është e lirë, por sfidat janë ndryshe. Nuk janë më betejë me shpata, por me mendje, me disiplinë, me vendime. Dhe pyetja është: a do të luftosh për jetën tënde siç luftoi ai për vendin e tij? Sepse çdo njeri ka betejat e veta. Dhe brenda teje ka një Skënderbe. Thjesht duhet ta zgjojsh.